shumë shpejt, këto 27 vjet mas luftës, po më duket shumë kemi kalu në për procese të shpejta edhe nuk kemi pas kohë organikisht me u angazhu me krejt këto procese, edhe natyrisht kjo është simptomatike, kjo krize vlerore, krize identitare, që gjithçka që vjen si trend e pranojmë edhe e përqafojmë pa këtë qasjen kritike. Është kriju një farë diskursi rreth AI që është shumë zbulim i mirë dhe si rezultat na nuk guxojmë me thonë kur gjë gabim, kur gjë keq për to. Po jo, as kjo që po them unë nuk është keq, nuk është negative, është vetëm një qasje kritike, vetëm me kuptu si mjet, e jo me kuptu si zavendësim të gjithçkafit. Do thonë nuk mundet më bo personazh kryesor, sepse është mjet, qysh ka qenë emaili, qysh ka qenë interneti, qysh gjithçka krejt këto zhvillime të cilat janë shumë të mira dhe e kanë lehtësu jetën e njerëzit.